Europa duket se kur kërkon të marrë një rol të madh. Por përpara se të akuzoj zotin Trump për jacksionizëm ose izolacionizëm, duhet shpjegoj që përse Europa meriton një suficit tregtar $200 miliardë në vit, përse tarifat e Europës me Amerikën nuk janë simetrike, pra kur ti ndalon prodhimet amerikane, përse zoti Trump mos ndaloj prodhimet tuaja? Ju me të vërtet mund të jeni 500 milion banor në Europë, thonë analistët amerikanë. A keni ju në një strategji për Ukrajinën? Zero. Dakord, Putini pushtoi Ukrajinën. Po a ka ndonjë rezolutë strategjike Ukrajina përfitore? Jo. Shpjegoni Amerikanëve përse ju meritoni të mos shpenzoni 2% të GDP-s për NATO, e keni premtuar 11 vite më parë. Përse nuk ndihmoni? Gjermania njihet për prodhime tankesh. Pse nuk i dërgon tanke pra Ukrainës? Finlandezët janë të shquar në artilleri. Pse nuk i dërgojnë ata? Francezët, britanikët, të fortë në luftën e ajrit, asgjë. E keni idenë që Amerika ka paguar 3 vjet gjithë rrogat administratës Ukrainës? Nonsense. Ndaj Trump ka drejt të realizojë çdo gjë paqe për të ndaluar këtë masakër të rreth Stalingradit. Natyrisht që Trump ka probleme edhe këtu. Trump i fitoi për 2 gjëra, kam thënë, kufirin e gorë dhe ekonominë. Ekonomia është shpejt 50 ditë, pak sa ka rënë çmimi i naftës, duket se do bjerë dhe çmimi i vezëve. Ajo që ka nisur me luftën tregtare të tarifave ka sjellur një shok të madh. Problemi është se ka deportuar rreth 200 nga grupet gangsterëve të Venezuelës në një burg të tmerrshëm në Salvador, edhe pse një gjykatës federal ka marrë një vendim që kjo të ndalohet. Newt Gingrich, ish speakeri konservator i republikanëve, cilin kam pasur fatin të takoj kur shoqëroi Pietar Arbnorin në Kongres, dje në Fox News ka thënë që nuk ka se si një gjykatës lokal të vendosmi presidentin pra me njerëzit e votuar. Nuk kemi vetokraci, duhet kemi demokraci. Kongresi dhe Senati duhet thrasin urgjent këtë gjykatës federale, wokist, liberal, radikal i maj, ndaq nga Hawaii apo në Kaliforni, hearing me betim Kongres dhe Senat. Ku e mbështet në kushtetut këtë vendim? Çfarë baze juridike ke për të ndaluar një vendim legjitim presidentit Amerikës? Dhe Senati dhe Kongresi ose t'ja shkri gjykatën ku ai punon, ose ta impeach, ta shkarkoj nga detyra gjyqtarit. Është një elit gjyqtarësh të majt që kërkon të pengojë zotin Trump. Nuk po i pyet. Do të kthehet si Roosevelt i famshëm dikur që nuk pyeti gjykatën supreme. Kryetari i gjykatës supreme Roberts gaboi rënd kur i dha drejt një gjykatësi lokal që duhet i çngri fondet e USAID-it $2 miliardë të mbetura nga Biden i presidenti Trump. Por kjo do kaloj edhe një herë te gjykata lokale. Pra, e vetmja zgjidhje është hearing, Kongres dhe në Senat. Tirania e këtij sistemi drejtësie të majt duhet marrë fund. Nga unë Robert Papa, ju përshëndes.